identifikohen me besimin e tyre? Me thonë drejtën, unë edhe pak më parë thash diçka aty se toleranca, si vetë kuptimi i fjalës tolerancë është problematik për me sqaru dhe në detaje, për arsye se toleranca, nëse shpjegojmë sakt, është diçka që imponohet prej dikujt. Nuk është toleranca ajo që shë mendojmë na ka njëherë që njerëz me zveti ka një harmoni, se harmonia o diçka tjetër. Harmonia është... Dallon harmonia dhe toleranca. Dallon shumë. Për arsye se tolerancë, domethënë, është dikush që e vendos tolerancën. Është ai që më i fuqishëm, është ai që është strukturë majorizuese, është një person që është më i fuqishëm, është një shtet që është më i fuqishëm që e vendos tolerancën për një shtet më të vogël. Domethënë, janë shumë dimensionalisht kjo toleranca, mirë po, sipas meje, kuptimi i tolerancës do të dashtë të hudhet nga përdorimi në këtë rast. Nëse bisedohet për harmoni, edhe të luftohet, edhe të punohet, që të kemi harmoni, ajo është shumë e mirë kish me qenë nëse ekziston. Ju më thoni toleranca do duhej shmangur edhe si term edhe si qasje. Mendoj se duhet shmangur për arritjen e harmonisë. Për arsye se toleranca nën kupton më shumë se sa që e mendojmë na kish kuptojmë tolerancën. Toleranca nuk është ajo që na duhet neve. Ju si jeni as tolerante, le mos e s'kemi. Lutem, aty tani bisedojmë. As tolerancë jeni. Edhe çka deshta të them atutje. Këtu në Kosovë, për arsye mas arës lirisë, se në kohën e pushtimit, ne kemi pas atë tolerancën në thojza që po e mendojmë, edhe kemi pas, domethënë, atëherë për arsye se kemi pas një pushtues përpara. Edhe besa u bën edhe pajtimet e gjaqeve në atë kohë, për me pas një bashkërendim edhe një fuqi përbashkuese. E sot në liri, kanë dalë grupe, kanë dalë kanarë shoqata, pesjashme që na kanë sjellë gjëja se ndihma humanitare, po në emën të ndihmave kanë mbjell radikalizëm e tjera. Edhe bizves pja kthej një përgjigje të shkurt. Ajo që ka tha ky ka drejt me mendu. Po se ju keni parë, edhe ju si lëvizje Deçanit jeni etiketuar si jo tolerante. Jo, nuk është çështja ajo tolerancës aty. O çështja e mbrojtjes vlerave dhe kulturës kombëtare që po na u kanë cenu që 25 vjet. Kështu që jo prej strukturave fetare, politike, domethënë edhe fetare, edhe vetë Islami politik, ai i cili është mbjell për këto 25 vjet, na ka cenu domethënë besimi këtë vlerat edhe kulturën kombëtare, besa dhe figurat kombëtare na i kanë fyje shpesh, edhe tash kjo lëvizje nisëm ka dalë si një revolt. Jo kundër fesë islame, jo kundër besimit fetar shpirtëror, absolut. Edhe as një rast nuk e kena tregu që kemi ndonjë qasje, domethënë dëdhënshme ndaj dikuj se ti ki me bo kështu ose ki mu bo ashtu. Gjithkush, kjo krejt qashtje dëshirore. Unë thras, unë prej sotit që jam musliman për që tu arsye. Shka që ti 10-20 arsye ti qes për para. A përgjithsoni tash në këtë rast edhe ju derisa po flisni, apo përgjithsoni se ata që i kanë fujer figurat kombëtare mund t'jenë individ. Po, janë individ, po sjelljet e një individi janë të strukturës Bashkisë Islame të Kosovës. Janë hoxhë të Bashkisë Islame të Kosovës që kanë dalë publikisht edhe ende dalin. Tashin shukat pak jenë të rrez e kanë ndru taktiken. Mirë po, ata janë. Unë kjo përgjigja për vebin, se unë nuk jam prej atyne që ja imponoj me dhun as një formë, kërkuj, unë ja respektoj fenë, atë qasën shpirtnore, e ka se cili objektin e kultit, e ka shtepin e vetë. A i respekton ju këta që janë shprehur pra se i takojnë besimit islam edhe të tjerët? I respektojmë. Pse jo? E drejtë e ti është personale. Ajo çështje personale feja, nuk është çështje që duhet, po islami politik, se edhe vetë shteti jonë, ka leju më shkel shteti lajek. Edhe vetë shteti jonë, ja u ka dhonë një farë ndihmesi që në struktura radikale një periudhë saktume, pra shyet interesave. Sekular jemi. Sekular, a? Po, se aty shkruan laik në kushtetut. Laik jemi, sekular është Amerika. Po shkruan në kushtetut, jo, po flasë, jo që shkruat, po që shjemi. Po që shjemi, na jemi edhe ma kese ashtu. Po,
që kjo çështja që une, absolut, une si person, nuk e rrej asë një fej kështu direkt, po menoj Nuk e urejmë asë një fred direkt. Personale, jo kështu, po veç si qasje, veç si qasje politike. Përmes verbalizmit, përmes folurit mund të